Do të sinë ili ne? Ne mnogo. Mund të fillojmë? Ko ima potreba za prevod? Nëse ka nevojë për përkthimi e Maqedonisë Shqip është siguruar. Mund të fillojmë. Të nderuar përfaqësues të mediave, të nderuar kolegë, mirë se erdhët në Qeverinë e Republikës së Maqedonisë së Veriut, preskonferencë e rregullt. Sot do t'ju informojmë për konkluzionet të cilat u miratuan në seancën e dieshme, 142 me radhë. Përfaqësues të mediave, të nderuar gazetar, mirë se erdhën në takimin e sotëm të rregullt me gazetarë në Qeverinë e Republikës së Maqedonisë së Veriut, ku do të njoftojmë me pikat të cilat kanë qenë temë debati në seancën e djeshme të Qeverisë Republikës së Maqedonisë së Veriut e 142 me radhë. Ministria e Ekonomisë në seancën e djeshme informoi se janë plotësuar kushtet ligjore për miratimin e aktvendimit për refuzimin e kërkesës për leje për eksploatim për lënë të para minerale, bakër dhe arë në Jelovica Euromax. Në informatën të cilën dje para qeverisë e prezantoi Ministria e Ekonomisë, është përcaktuar se kompania nuk i ka dorëzuar të gjitha dokumentacionet e nevojshme, të cilat kërkohen konform ligjit për lënë të para minerale për leje për eksploatim. Pas kadimit afatit për ankesë prej 12 ditë, Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut do të mund të miratoj edhe vendim përfundimtar për anulimin e një anshëm të koncesionit me kompaninë Euromax. Pjesë e vendimeve me seancën 142 të qeverisë janë propozim ligjet për ratifikimin e marrëveshjes ndërmjet Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe Republikës së Greqisë për hapjen e kalimit të rikufetar ndërmjet dy vendeve të cilat do të lidhin majten në Republikën e Maqedonisë së Veriut dhe Promahoi në Republikën e Greqisë. Në drejtim të njëjtë është edhe propozim ligji për ratifikimin e marrëveshjes ndër Republikën e Maqedonisë së Veriut dhe Republikës së Greqisë për hapjen e një kalimi kufitar në rajonin e liçenit të Prespës dhe rrugët të cilat i lidhin vendbanimi Markova Noga në territorin e Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe Lemos në territorin e Republikës së Greqisë. Njëkohësisht, Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut në seancën e djeshme miratoi propozimin për iniciimin e procedurës për negociata për nënshkrimin e protokollit si propozim tekst të protokollit ndërmjet Ministrisë së Punëve të Brendshme të Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe Republikës së Serbisë për hapjen e kalimit të rikufitar me Republikën e Serbisë në vendin Llojan Miratovc. Edhe një informatë të nderuar përfaqësues të mediave që nuk ishte në njoftimin pas seancës së rregullt të qeverisë 142 me radhë. Antarët e qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut dje debatuan edhe për propozimin për udhëzimin e veprimeve të qeverisë me punët nga fusha e financave edhe politikës financiare edhe zbatimin e përcaktimeve programore nga fusha e financave. Gjatë kësaj në seancën e njëjtë janë marrë dy konkluzione. Konkluzioni i parë, kryetari i qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut i adreson veprimet e qeverisë në punën e financave dhe politikën financiare dhe zbatimin e përcaktimeve programore të qeverisë konform nenit 11 paragrafi 1 dhe paragrafi 2 dhe nenit 35 paragrafi 1 të ligjit për qeverinë e Republikës së Maqedonisë. Dhe konkluzioni i dytë i miratuar në seancë të qeverisë është qeveria konstaton se kanë vepruar kushtet nga neni 48 paragrafi 2 të ligjit për organizim dhe punën e organeve të administratës shtetërore dhe për këto shkaqe zëvendës Ministri i Financave i merr të gjitha autorizimet dhe përgjegjësitë në udhëheqjen e Ministrisë së Financave. Kjo është shkurtimisht në nderuar përfaqësues të mediave nga seanca e dieshme e qeverisë. Ju lutem, mund të parashtroni pyetje, urdhëroni vetë mikrofonin.
Urdhroni. Kam 3 pyetje, një nga një që të mos jetë çdo gjë. Nëse mund të nënëmëroni 3 realizimet zëvendës kryeministrit Sadulla Duraku në interes të qytetarëve, për çka e meritoi këtë pozitë që e ka. Nuk ka problem, do t'i shënoj të gjitha. Ndoshta t'ju përgjigjem 2 për 1. Pse ka nevojë për kaq shumë zëvendës kryeministër rreth kryetarit të qeverisë? Pse? Kjo është pyetje. Pse qeveria kërkoi falje në emër të Tamara Todevska, është paguar nga qeveria që të këndoi në ambasadën amerikane, ose mbi cilën bazë qeveria e arsyeton këndimin e gabojshëm të himnit nga ana e saj? E 4. Konform nenit 1 paragrafi 10 të marrëveshjes së Prespës, fusha arsim dhe të gjitha tjerat në veçanti ku duhet të ndodhen ndryshime për emra dhe tituj do të ndodhin paralelisht me hapjen e kapitujve përkatës. Kjo qëndron në këtë nen, mirë po, dëftesa të ndryshuar të fëmijët, kemi dëftesëm dhe shtetësia është Maqedonas, fraksion të kështu me radhë. Pse shpejton qeveria në implementimin e marrëveshjes së Prespës para se siç parashihet të implementohet edhe vetë? Përgjigjen e parë, me vendim të qeverisë, ministri për sistem politik dhe marrëdhënie ndërmjet bashkësive etnike, zoti Duraku, emërohet zëvendës kryeministër për sistem politik. Është vendimi i qeverisë. Pyetja ishte të numëroj 3 projekte arritje të qytetarëve. Unë si zëdhënës e qeverisë mund të informoj për vendimet të cilat miratohen në seancë të qeverisë. Një nga këto vendime është edhe vendimi i qeverisë zotëriu Duraku të jetë zëvendës kryeministër për sistem politik. Shpresojmë se zotëriu Duraku me përvojën e tij do të kontribuojë për avancimin e të drejtave të bashkësive etnike, sistemin politik në shtet dhe projekte tjera të cilat bazohen mbi programin për punën e qeverisë së Republikës Maqedonisë së Veriut. Pse nevojitet kaq zëvendës kryeministra? Ky është vendimi i qeverisë. E dini, qeveria në seancën e parë pas zgjedhjes në Kuvendin e Republikës Maqedonisë së Veriut emëron edhe zëvendës kryeministra zotëriun Duraku. Është edhe një zëvendës kryeministër, dini se me ndryshimet reja ligjore, zëvendës kryetare e qeverisë, i cili është angazhuar për marrëveshjen të Konisë Ohrit, tani zotëri Duraku është edhe ministër për sistem politik dhe marrëdhënie ndërmjet bashkësive etnike. Pyetja e 4 ishte rreth marrëveshjes së Prespës. Emërimet bëhet fjalë për dëftesat. Ministri Arber Ademi u përgjigj se në të gjitha dëftesat që janë ndarë nga shkollat, ndryshuar emri, kjo bazohet e marrëveshjes së Prespës që është firmosur ndërmjet dy vendeve tona, Republika e Maqedonisë së Veriut dhe Republikës së Greqisë. Atje qartë parashihet se të gjithë dokumentacionet duhet të bazohen mbi emrin e ri të shtetit. Dhe për ta marrën, këtu do të përkujtoj të gjithë kolegët gazetar, ne dje si qeveri nuk lëshuam njoftim për rastin konkret, sipas interesit të kolegëve gazetar të cilët kërkuan reagim përgjigje nga qeveria, ne u përgjigjëm. Nuk ishte njoftim për gjitha mediat përpos për ata përfaqësues të medjave, ata gazetarë që kërkuan qëndrim në lidhje me himnin. Pasi jemi të zëvendës të zotit Duraku, mund të na thoni sa do ta ketë rrogën ai, e para. E dyta, a ka dorëzuar kërkesë për ndërtimin e shkollës fillore komune e Tetovës dhe pse ka gjatë, domethënë nuk është ndërtuar kjo shkollë? Të ardhurat mujore të ministrave, por edhe të zëvendës kryeministrave të kryeministrit janë publike dhe ajo është në bazë të koeficientit i cili është i përcaktuar më herët. Si të gjithë zëvendës kryeministrat, edhe zoti Duraku do të ketë pagën e njëjtë. Ndërsa sa i përket pyetjes lidhur me
kërkesën e komunës së Tetovës për ndërtimin e shkollës fillore në Tetov. Ne pas përfundimit të takimit me gazetarë të konferencës për Shtyp do të komunikojmë me Ministrinë e Arsimit, do të njoftohemi detajisht deri ku është procedura për realizimin e këtij projektit dhe brenda ditës do të keni një përgjigje të saktë sa i përket konkretisht projektit për ndërtimin e shkollës fillore në Tetov. Pjesën e kompetencave të kryeministrit për Ministrinë e Financave. Kërkoj Jam e falje. sigurt që e kuptova. Kërkoj falje. Njëra nga pikat të cilët diskutuan dje antarët e qeverisë së Republikës së Maqedonisë ishte edhe kompetencat e kryeministrit në sferën e financave. Antarët e qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut dje diskutuan edhe për propozimin për drejtimin e veprimeve të qeverisë së Republikës së Maqedonisë me punët nga fusha e financave dhe politikës financiare dhe zbatimin e përcaktimeve të programore të qeverisë nga fusha e financave. Njëkohësisht në të njëjtën mbledhje qeveria e Republikës së Maqedonisë solli edhe dy konkluzione në këtë drejtim. Njëri nga konkluzionet është se kryetari i qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut i drejton veprimet e qeverisë nga fusha e financave dhe politikës financiare dhe realizimin e përcaktimeve të programit të qeverisë në përputhje me nenin 11 paragrafi 1 dhe paragrafi 2 dhe neni 35 paragrafi 1 nga ligji për punën e qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe konkluza e dytë lidhur me këtë çështje ka të bëjë se qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut konstatoi se përmbushen kushtet në pajtim me nenin 48 paragrafi 2 i ligjit për organizimin dhe punën e organeve të administratës shtetërore, që zëvendës Ministri e Financave t'i ndërmerr të gjitha autorizimet dhe përgjegjësitë në udhëheqjen e Ministrisë së Financave. Ishin këto dy konkluzione të cilat qeveria e Republikës së Maqedonisë i miratoi në seancën e djeshme, çka të bëjë lidhur me ingerencat në Ministrinë e Financave. Kishte pyetje për zëvendës kryeministrin e ri, cili do të jetë në ministër dhe cilat do të jenë obligimet e punës me që jepet titulli zëvendës kryeministër. Zotëri Draku është ministër për sistem politik dhe marrëdhënie ndërmjet bashkësive. Njëkohësisht është edhe zëvendës kryeministër emëruar në mbledhjen e djeshme për sistem politik. Ingerencat si ministër për sistem politik dhe marrëdhënie ndërmjet bashkësive janë firmosur qartë, përcaktuar qartë në ndryshimet e ligjit për administratën shtetërore ku formohet ministria e re. Edhe një pyetje me që përmendet për lidhjen e njashme të marrëveshjes për Illovica, sa do të jenë dëmet mbi buxhetin nga anulimi i njashëm i marrëveshjes me Euromax. Në seancën e djeshme, Ministria e Ekonomisë informoi përfaqësuesit e qeverisë se janë plotësuar kushtet ligjore për miratimin e akt vendimit për refuzimin e kërkesës, për lëshimin e lejes për eksploatimin e lëndëve minerale, bakër dhe arr në lokalitetin Illovica nga kompania Euromax. Në mbledhjen e djeshme nuk është diskutuar për dëmet eventuale për shkak se afati për ankese që nëse kompania planifikon të paraqejet ankesës gjatë 15 ditë pas përfundimit të afatit, atëherë qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut do të marrë vendim përfundimtar për anulimin e marrëveshjes. Edhe një pyetje për UNESCO-n, për Ohrin, më saktë nëse keni ndonjë plan si ta punoni për të plotësuar të gjitha kërkesat të cilat i kanë në lidhje me ndërtimet informale. Për UNESCO, gjatë ditës do të kemi komunikim me mediat, për shkak se siç janë informuar delegacioni i qeverisë merr pjesë në konferencë dhe presim deri pas ditës të përfundojë dhe njëkohësisht do të dërgojmë edhe njoftim te publiku, qytetarët. Pas publikimit të afirës për të agjenci turistike, cilat arktojnë çmimet e mëdha për avioinstitucionet dhe ministrit nëse qeveria do të bëjë revizion të brendshëm dhe pse vetëm 3 agjenci fitojnë tenderë shtetëror për shitjen e aviobileteve, është pyetja e parë dhe pyetja është për Hekurulla, sipas qeverisë cila është dhëmbje e madhe e komunikacionit Hekurulla në Maqedoni dhe ku do të investohet më tepër për modernizim dhe përmirësimin e infrastrukturës. Për tenderët është procedurë publike të cilën çdo institucion e publikon dhe zgjidhet ofertuesi më i mirë, dhe kjo varet nga institucioni konkret, ndërkaq për kushtet të cilat i plotësojnë këto agjenci turistike,
Ministria e Ekonomisë, respektivisht inspektoratet punojnë në terren, te Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut nuk është dorëzuar informacion të tilla ndep. Në momentin kur do të kemi informacion të tilla, publiku do të informohet gjithashtu. Edhe një herë pyetje, ju lutem. Komunikacioni hekuror, cila është dhimbja më e madhe e komunikacionit hekuror në vendin tonë, cilat pjesë duhet të modernizohen më tepër, ku duhet më tepër para të investohen që të përmirësohet gjithë. Për momentin ju e dini se duhet institucionet kompetente dhe Ministria e Transportit dhe Lidhjeve kanë plan konkret për zhvillimin e këtij komunikacioni. Ditët e ardhshme njëkohësisht mund të caktojmë takim ku me detaje do t'i informojmë për të gjitha projektet të cilat duhet të zhvillohen nga institucionet kompetente. Furkan? Vendimi për hapjen e kufirit pikës kufitare Lën Mirato Cabot në koordinim me shtetin serb, pasi që vendimi i fundit se edhim është se nuk kanë llogarit hapjen një kufi i cili është 13 km larg atij Tavanocit. Qeveria e Republikës së Maqedonisë edhe një herë konfirmon se është e interesuar për bashkëpunim rajonal me të gjitha vendet fëqinje dhe konsiderojmë se hapja e kalimeve të reja kufitare me vendet fëqinje do të ndikojë në lidhshmërinë e dy vendeve edhe bashkëpunimit ekonomik kuptohet në mes dy vendeve apo vendeve fëqinje të cilët ekzistojnë. Në seancën e djeshme, Qeveria e Republikës së Maqedonisë ka marrë vendim që të inicojë nënshkrimin e një marrëveshje, në fakt të inicoj zhvillimin e negociatave të cilat do të sjellin deri te nënshkrimi një marrëveshje të përbashkët me Republikën e Serbisë për hapjen e kalimit kufitar. Vullnet politik nga pala maqedonase ekziston, shpresojmë se edhe pala serbe do të përgjigjet ftesës tonë që të inicojmë, që të ulemi, të diskutojmë, të arrijmë marrëveshje, edhe njëta marrëveshje të nënshkruhet dhe së shpejti ky kalim kufitar në mes dy vendeve tona fëqinje të hapet që qytetarët të mund të lëvisin dhe më lirshëm kuptohet qytetarët aty rajoneve. Do doja të kthehemi edhe një herë te Ministria e Financave dhe te politikat financiare. Si mund të bëhet një ndarje e qartë mes kompetencave që do të ushtrojë kryeministri dhe zëvendësministra në këtë rast? A ka konstatime qarta se, domethënë, deri ku janë kompetencat e kryeministrit dhe zëvendësministrës? Dy konkluzat të cilët i lexova më parë, të cilët do t'i përsëris edhe një herë, që ka miratuar Qeveria e Republikës së Maqedonisë, qartë tregojnë se në konkluzën e parë që kryeministri, kryetari i Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut do të drejtojë veprimet në bazë të programit për punë Qeverisë së Republikës së Maqedonisë, ndërsa të gjitha ingerencat dhe autorizimet në Ministrinë e Financave i takojnë zëvendësministres për financa, në këtë rast të zonjës Shiret e Elezi. Pra, konkluza e parë se kryetari i Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut i drejton të veprimet e qeverisë nga fushja e financave dhe politikës financiare dhe realizimin e përcaktimeve në bazë të programit për punë qeverisë, në përputhje me nenin 11 paragrafi 1 dhe paragrafi 2 dhe neni 35 paragrafi 1 për ligji për punën e Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut. Ndërsa konkluza e dytë e miratuar dje ka të bëjë se qeveria konstatoi se janë përmbushur të gjitha kushtet në pajtim me paragrafin 2 të ligjit për organizimin dhe punën e organeve të administratës shtetërore, zëvendësministri e financave t'i ndërmerr të gjitha autorizimet dhe përgjegjësitë në udhëheqjen e Ministrisë së Financave. Po vele. Kjo do të thotë se Zaev do të thotë çfarë duhet dhe Elezi do të firmos praktikisht. Nëse nuk ka pyetje, ju falenderoj për prezencën.